Kuvendit. Ka ardhur një kërkesë nga prokuroria. Kjo është deklarat, nuk është arrestuar, është për procedurë. Kjo është deklarat patetike. Është rendi i ditës. Të thotë, kur vjen kërkesë nga prokuroria për të arrestuar një antar të kabinetit qeveritar, i cili gëzon imunitetin që ka deputeti, ti duhet ta marrësh në shërtim me një herë. Në qoftë se diskutojmë çfarë është me një herë, është mund të jetë logjikisht, nëse në bie e shtun, bie e djela, duhet presim të hënën, jo 2 muaj e gjysmë as 3. Në një kohë kur afatin gjithë e ke 3 muaj, nëse nuk thënë përgjigje, do të thotë kërkesa ka rënë. Të thuash po mendohem se a mund të ndërhyj apo s'mund të ndërhyj ke qeveria, prokuroria dhe drejtësia dhe pastaj do të marrë vendim, është një gjë që kjo është nonsens, kjo fyen inteligjencën e shqiptarëve. Ndërhyn që ç'ke me te prokuroria tek gjyqësori, i ve hekurat. E ke me kushtetut, e ke me rregulloret Kuvendit. Nuk ka imunitet antari i Këshillit të Ministrave në vetvete përveç se asaj që kushtetuta i njeh deputetit. Brenda seancës duhet vi këtu dhe të merret vetëm një vendim. Këtë ka detyrë ky parlament të bëjë. Mos ndoshta prokurori kërkon të persekutoj politikisht zëvendës kryeministrin e vendit, në qoftë se nuk ka prova të kësaj natyre, që po kërkon ta persekutoj politikisht, i jepet leja t'i vënë këtë ta marrin atje ku e çojnë. Në çdo shtet normal, çdo qeveri, në momentin kur një prej anëtarëve të kabinetit, i bie qeleshja tek prokuroria, në sekond e shkarkon vetë. Thotë shko merru me drejtësinë. Këtu tek ne fillojmë dhe futemi në çështje kushtetuese, marrim shkruajmë budalliqe, goxha jurista marrin shkruajmë budalliqe ke kodi procedurës penale. A ndërhyn apo s'ndërhyn, do drejtësia ndërhyn që çka me te i vehekrat, e ke me kushtetut. Ti ke vetëm një detyrim, ta marrësh me një herë tu të keni kur ajo më thoni. Kjo po persekutohet politikisht nga prokuroria, që nga një moment ai prokuror s'mund të jetë më në detyrë. 2 gjëra ka, doni t'i mbani gjallë dhe Edi Ramën me Belindon kryeministër, duke vazhduar të vjedhin, dhe spakun veprën e artit që keni bërë në reformën e drejtësisë t'i mbani pa prekur, njëri prej tyre do vdesi sot. Për shkak të kësaj kërkese që ka bërë prokuroria, të dyja bashkë nuk mund të jetojnë. Kështu që merrni sillni në seancë, riktheni kushtetutshmërinë e këtij kuvendi, sillni në seancë dhe keni kurajë të thoni jo prokurorisë që ju e bot, jo ne. Ti thoni drejtësisë së pavarur që kur nuk do të thonit jo. Jo, Belindon nuk e japim. Belinda o muerte. Mos shkruani budalliqe, mos bëni budalliqe. Ju kanë kapur se s'është ulësiu këtu. Këtë cucën ulësiu ja kanë kap keq. Me procedurë nuk e shpëton dot. Faleminderit. Fjala e fundit për procedurë, zoti Ndoja, dhe vijojmë me interpelancën.